Policia e Republikës së Kosovës ka njoftuar se pretendimet e publikuara në disa media të Serbisë, sipas të cilave një grup i armatosur shqiptar ka qelluar, ka hapur zjarr drejt pjesëtarëve të ushtrisë serbe pranë bazës së ashtu quajtur Debela Glava, janë dezinformata të pabazuara dhe nuk korrespondojnë me asnjë informacion zyrtar apo ngjarje të verifikuar nga autoritetet në territorin e Republikës së Kosovës. Policia thotë se në bazë të gjitha të dhënave operative, raportimeve nga njësitë policore në terren dhe koordinimet me institucionet e tjera kompetente, nuk është regjistruar asnjë incident i karakterit të pretenduar. Publikimi i informacioneve të tilla të pasakta kontribuon në krijimin e perceptimeve të rreme dhe rritjen e tensioneve të panevojshme në zonat kufitare, thuhet ndër të tjera në komunikat. Policia e Kosovës siguron qytetarët dhe opinionin publik se situata në zonën kufitare ka qenë dhe vazhdon të mbetet e qetë dhe plotësisht nën kontroll të autoriteteve. Forca e Sigurisë së Kosovës është deklaruar për Klan Kosova lidhur me plagosjen e ushtarit të tyre 22 vjeçar të dielën në fshatin Sharban të Prishtinës, ku i dyshuari është një koleg i tij. Sipas FSK-s, arma e përdorur në këtë rast nuk është zyrtare e këtij institucioni. Në përgjigjen e tyre thuhet se rasti është në procedurë të hetimit. Ju njoftojmë që rasti ka ndodhur aksidentalisht jashtë ambienteve të FSK-s. Arma e përdorur nuk është zyrtare e FSK-s dhe momentalisht rasti është në procedurë të hetimit. Ushtari i Kosovës që u qellua me armë zjarri është jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohet në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lidhur me incidentin, mbrëmja janë deklaruar për klanin edhe nga policia e kryeqytetit. Policia ka pranuar informatën për plagosje me armë zjarri në fshatin Sharban në Prishtinë. Menjëherë në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë policore. Bazuar në të dhënat fillestare në këtë vend, është plagosur një person, i njëjti është dërguar për trajtim mjekësor.